tani dhe regjistro. Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin pa emër për diskutuar në fakt mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit. Vëmendjen kryesore ka marrë protesta e opozitës. Ambasada amerikane ka reaguar pak orë më para ku i ka bërë një thirrje qytetarëve të vet të kenë kujdes. Në fakt ditën e sotme ka disa skenare, cila mund ndodh. Mund të ketë skenare dhune, pra një intensifikim i përplasjeve të qytetarëve apo të revoltës apo edhe njerëzve me kordonin e policisë shtetit apo dhe fishek zjarre që idhen kundër kryeministrisë. Në anën tjetër mund të kemi një skenar i cili lidhet drejt për drejt me çadrat. Çadër e provuar në 2017. A do të ketë përsëri çadër në 2026? Ngrihen disa prej skenareve, disa prej momenteve se si Partia Demokratike do ta udhëheqë këtë protestë. Por në fakt mbi gjitha këto zhvillime dhe mbi gjitha të ngjarje që po ndodh, ngrihen disa pikpyetje. Çfarë do të prodhoj kjo protestë? Duke qenë se qeveria Rama po përballet me një moment mjaft të vështirë. Me anërin së bashku ne do diskutojmë disa prej këndvështrimeve tona, po e nis vetun anëri, pastaj të them pse duhet ta dha dhe regjia atë, na bëri kështu. Po mirë, mos ka gjë se gabimet njerëzore janë. Si është ajo gabimet? Se ishim dot nga puna, se vetëm të kemi. Falë shynor, ku gjen dot me njerë sot. Ne nuk gjen dot asnjëherë sot, më është bërë tregu. Është bërë tregu i vështirë në fakt. Plus neve nuk kemi metodologjinë. Po si s'gjen dot njerëz kur gjithë kanë ikur edhe tu s'ka pas duan të punojnë thoti? Jo, mos, ka me të duhet të punojnë. S'ka profesionistë ishte të Rama. Jo, nuk është çështje profesioniste kjo, çështja është që neve vetë nuk i paguajmë dot në shifra aq të mëdha. Kjo është. E para, jo vetëm ne, po edhe shumë media tjera. Oferta është ulët, kërkesa e lartë. Po, ne si jemi njësoj si mediat e tjera, sa ata ka më shumë infrastrukturë, por edhe neve konceptojmë që ajo pagesë është për ne është e madhe në sensin. Pastaj thelbi qëndron që tregu sa vjen njerëzit shkojnë dhe kërkojnë një treg më të qëndrueshëm, pra edhe Bashkimi Evropian kërkon ekonomi të qëndrueshme. Edhe media nuk është një ekonomi kaq shumë e qëndrueshme, kështu që edhe të rikthehemi tani anë pse tek protesta. Fakt ka një sër arsyesh pse duhet protestuar. Mendoj që vetë qeveria e Edi Ramës në këto momente është në një moment shumë të vështirë. Numri 2 qeveri zonja Balluku, edhe pas vendimit kushtetuesës tashma, del në një përballje që ka Partia Socialiste ose në një dy luftim, se masës po them përballje, çfarë vendimarrje do të bëjë? Në anën tjetër ke Aksi, në anën tjetër ke një sër Akshin ndjes. S'ka që jo po thjesht për publikun që. Në anën tjetër ke një sër funksionarësh lart Partisë Socialiste, të cilët ose presin radhën për të shkuar pas sekura, kemi kryetarin e Bashkisë së Rogozhinës, se duket ka dhe zgjedhjen Rogozhinës së shpejti, vajti u vetë dorëzuan polici pas vendimit GK-s. Pra është një nuk ke rrugëzidhje tjetër me fjalë. Jo, s'ke çfarë. S'ka rrugëzidhje tjetër pra, në këtë kontekst protestat janë të shëndetshme. Thelbi qëndron. A janë këto protesta dhe thriten për qytetarët apo thriten për problemet që ka kupola drejtuese e Partisë Demokratike me drejtësim? Janë për të dyja, besoj. Unë tani mos ta bëjmë. Jo, po them këndvështrimet, po jap disa prej këndvështrimeve. Në këtë kontekst ngrihet pikpyetja. Pastaj, a do mundet ta rrëzojnë dot me protesta? Çfarë qëllimi kanë nëpërmjet protestave? Sepse fakti që kërkesat e opozitës në këto protesta nuk janë qarta. Thonë qeveri teknike, por secili mban këndvështrime të ndryshme. Pra, qeveri teknike për çfarë? A do jesh përsëri me zgjedhje me Edi Ramën? Qeveri teknike, a do i kërkosh... Se do ata me këtë do jenë, përballë. Po këtë po them, domethënë, nëse ti thua qeveri teknike... I këti tani, se këto s'po ishin do të Berishën, do ishin Ramën. Dakord, atë e di unë. Po si t'ja bëjmë? Por tani neve na ka zënë, diskutojmë, se nuk kam një qeft mas, se na ka zënë edhe ne japim këtë Po ja mështrimet. përgjigje, mor, nuk po them. Dakord, po. Si do i thonë ata, i këti Rama se s'dua unë? Po, Rama thot i që atë një, pastaj i ki unë. Po, edhe po te që ti atë thot unë prapë si këtë. Se për ti kur unë vendosin këta të mitë, këta thënë për ti kur unë vendosin këta të mitë, këta
Nëse mbaroj. Jo, do të thosh Edhe ne jemi në mes. se tha Gjithmonë. se ngeli si ajo merr timin, merr imi Po, edhe ne jemi në mes. Ani, në thelb, kjo protest, ti si e shikon mbi këndvështrimet çfarë do të prodhoj? Tani, unë them protestat janë domosdoshme dhe shumë mirë bëjnë që protestojnë nga ana e protestës, a kupton? Unë nuk jam dakord me diçka, zëri është në rregull. Se Jo, kemi kisha qofse po e shifshe për zërin. Ajo që më shqetëson, nuk se kanë me i shqetësin madh se na u rregjë lëkura, si më thënë, edhe me pjesën e tyre, janë Molotovën protest. Unë besoj fort se qytetarët e Tiranës, pavarësisht gjitha halleve që kanë shëndetësi, arsim, në punë, në biznes, se tani e përjashtojmë biznesin, se biznesi është nga më të rëndësishme, sidomos vetë si përmarrja që marrin një pjesë e mire e qytetarëve shqiptar, është një pjesë thelbësore. Besoj se nuk përveç problemeve që kanë qytetarët në gjithë fushat e tyre tjetës, nuk e aprovojnë ose nuk e përqafojnë dot protestën e dhunshme. Pra, një protest me Molotov, pra, ndryshe nga herët e tjera, është i protest e dhunshme apo policia nuk e menaxhon dot mirë sa duhet, sepse numrat nuk, domethënë numrat herën e parë thjesht, okay. Nuk është çështje numrash. Nëse ata Molotovët nuk është se policia e agravon situatën dhe këta ikin të riqen në bazë, mbushin xhepat me Molotov dhe kthehen. Ato Molotovët e kanë marrë me vete. Janë përgatitur për ta bërë atë skenar. Sa aty pa mbaru fjalimi Berishës, Berisha është me flamurën dorë, hidhen Molotov, nuk ka lidhje me policinë aty me provokimin. Në gjykimin tim, më kupton? Po. Pra, Molotovët i kanë në xhep që në nisje. Dhe si rregull, nëse policia do të vepronte, do të ishte, si thosh, jo me tendencë për ta prishur, mund t'i bëtë arrestimet që rrugës, me informacionet që ka, kush janë kontingjent, për shembull, që mund të përdorë, se nuk janë të gjithë dhunshëm aty të protesta, por as demokratët janë gjithë dhunshëm. Po një dorë është ajo që për keq përdoren ose përdoren ose kanë dëshirë ta bëjnë ashtu në atë formë. Në protestë gjithmonë një grup është që agravon, s'mund të jenë. Tani nuk ka rëndësi nëse e ka bërë PD-ja apo po e bën PD-ja. Unë besoj se qytetarët, sidomos Tiranës, që kanë një jetë ndoshta edhe më të shpejt, qoftë në aspektin familjar, por edhe të punës, pra të përditshmërisë, nuk i konvenjon në logjik që të plasi një protestë e dhunshme qoftë për bizneset që janë aty rreth për çaka apo kudo, nuk ka rëndësi, paralizim, qoftë trafiku ta marrë për t'ikur nga pika A në pikën B. Edhe proteste, por kjo nuk do të thotë që mos protestohet. Ama nuk besoj se qytetarët e përqafojnë dhunën, as Molotovin, besoj se ka protesta, mund të bësh protesta shumë herë më të mira se sa Molotov. Sepse Molotovi nuk edhe asgjë, thjesht do shkatroj ose do djegi fasadën e një godine për cilën po nesër ne do të çojmë dhe do ta paguajmë vetë, qoftë për pastrimin dhe qoftë për rehabilitimin e godinës. Më kupton, nuk ka prodhuar ndonjëherë rotacion djegja. Djegja ka prodhuar vetëm stagnacion. Ma kupton që do të them? Pra, unë do preferoj, kemi parë protestat suksesshme, është studentët, armët kimike, ma kupton? Firmave piramidale, pastaj që nisi protest, pavarësisht se iku truri njerëzve se u morën gjithë shka kishin, me shtëpia, me katandia, me kursime, dhe nuk mbajtën më. Ishte kriza pastaj. Po jo më, e pritën, pastaj u përshkallëzua në kaos. Tani, armët kimike dhe studentët ishin suksesshme, nuk u përdorë gjë Molotov aty. Pankarta dhe më të suksesshme nga protesta ishin pankartat. Mesazhet që u dhanë pra u bën dhe me biles nëse mban mend pankartat e të rinjve. Të kujtohet. Bravo, shumë mirë. Nuk ishte asnjë politikan në atë protestë, sepse ishte protestë nisur pavarësisht se nëse do ta shkatrosh një protestë, që ta kuptoj. Në thelb, nëse do ta shkatrosh, do ta politizosh. Dhe ajo që bëri Rama, sepse përçan dhe shoqërim pastaj. Pra e fut në linja pasaj për SPD, kupton kush ka të drejtë. Kështu që ajo që bëri Rama në gjykimin tim është që i politizoi protestat dal nga dal. Pra, nga një anë i kërkonte, i shtrinte dorën studentëve që
Po ishte edhe nevoja për protagonizëm e disa aktorëve të cilët shkonin dhe pa u thritur, edhe nga opozita. I kanë zbythur, i kanë sprapsur me sa mbaj mundun njerëzit. Jo, them, i dhanë konotacionin. Pa tjetër pra, sepse opozita donte ta faktorizonte, ta bënte edhe të vetën shqetësimi që kishte me të drejtë, mund të jetë shqetësimi atyre absolutisht. Problemi është se aty nuk i lanë të bëshin pjesë, të studentët sidomos. Edhe të argëmët kimike, mba mënd që Ul Berisha aty në gjunjë me ca dhe i thanë largohu. Dhe qëllimi, pra, këto donin ta bënin pjesë të tyren, Rama donte ta politizonte. Dhe gabimi këtyre ishte se shkuan protestë për ta bërë pjesë të tyre dhe Rama e përdori për të thënë se ja, këto fillon dilin, bamën që fillon dilin fotot e disa njerëzve me prapavi politike. Tani, po ta marrësh në thelb, çdo gjë që bëjmë ne, çdo lloj sipërmarrje politike është burr. Që kërkojmë drejtat tona në çdo lloj forme. Tani nuk ka rëndësi se bën një politikan apo jo tani, se kemi bërë, është bërë sakrilegj që një protestë të thritet nga politikanët. E di ku pse protestat tona nuk janë parimore dhe politikanët nuk duhet pranojnë protesta? Pra pse është kjo mendësia e kanë fjalën, sepse politikanët tanë janë si thuash të veshur me petkun e disa njerëzve të korruptuar që e kanë lënë pas dore këtë vend. Si një Rapal apo pala tjetër. Më kupton çfarë duhet të them? Po. Prandaj nuk i qasin proteste, po të kesh një 2-3 politikan me dinjitet. Me dinjitet ajo është po. Pra se nuk i thot njeri iko vlla, kupton? Sepse i rrit në vlerë. Nuk i thot, nuk e edhe Ramën për shembull nuk e jep mundësinë që thotë që ore zbytheni atë sepse po e politizoni ju, po politizojnë, po patjetër politizojnë, po kemi opozitën, po këta janë akullore kur i thënë fundit, po nuk ndodh kjo. Kështu që po të shpjegoj një, si thuash, një panoram. Dhe kaosi që krijohet, pra nevoja për të pasur protestë, por individ që e bën pjesë protestën, dhe një apati nga qytetarët, sa apati do ta quaj unë, për të bashkuar një proteste politike, siç është e Berishës me gjithë hallet që kanë njerëzit për të bashkuar, e kthen në këtë, si thua, ngërçi, nuk po them institucional, por është ngërç social shoqëror që unë nuk ngrihem proteste për këtë ngrihem. Unë mendoj diçka në fakt. Po e mendoja para se të vija këtu, po mendoja mbi këndvështrimet si do shikoja protestën. Dhe mendoj që në format apo në mënyrë strategjike Partia Demokratike ka gabuar me protestën ditën e sotme. Por jo vetëm ditën e sotme. Jo, mund të jetë kjo. Nëse po që pash 2 gra sot që flisim, po kur po i kja për punë në mëngjes, edhe u abita për zotin që mëngjes, kisha çadrin e rretullova na 2 herë kështu, sepse gratë po bënin muhabetet shprehet që Luizi thot aty në Big Brother, vura duar në kokë për zotin. Mos mendoj që, jo ta them sinqerisht, kuptimi nuk mendoja që ju kanë ngulitur edhe ju kanë ngelur kaq shumë në mendje shqiptarëve. Në këtë sens se kisha. Dhe tani të kthehem te kjo. Edhe s'ka si gjë të keq. Jo, s'ka gjë të keq, thjesht më bëri mua përshtypje. Çfarë ndodh? Sot Partia Demokratike po thotë që Edi Rama është kundër institucioneve drejtësisë dhe nuk po e lëshon zonjën Belinda Balluku. Në këtë moment, je perspektivën tale. Po, këtë perspektivë do të them. Në këtë moment, pse do duhet të bësh një protest, kur ti mund t'ja lësh fushën bosh që gjithë opinioni publik dhe vetë forcat e tua të shkojnë të ky vektor. Pra, ti do që kryeministri Rama i cili... Ta maksimalizosh... Po, sepse kryeministri Rama po thot që para 2 ditësh tha që se thash para 2 ditësh tha që janë disa pika që duhet i ndryshojmë. Në anën tjetër, 3 pika, bëri 3 pika dhe dolën gjithë. Komisioni Këshilli i Europës ndjes, Këshilli i Europës dje tha blidhni imunitetin dhe jepni një vendim sa më shpejt. Në këtë moment jepni vendimin sa më shpejt për imunitetin. Po, për këtë, jepni për. Në këtë moment ai nuk është qendrim, po nesër. Ai është një orientim, pra duhet të mblidhet komisioni. Po do mblidhet, nuk është një dakord, më po them më shtylbi. Si thanë për kushtetutën që s'po mblidhet e po e vonë me gjasa, unë po ta them, thelbi qëndron që në qoftë se sot po ta marr hipotetike, vendoset çadra, në qoftë se sot bëhet dhunë, ne do diskutojmë. Po vendos çadra nuk ka dhunë. Po ta marr hipotetike, pra po të marr 2 opsione. Po vendosën çadra nuk ka dhunë. Okej.
po të marrë s'ka sens dhuna. Po të marrë dy opsione, ose vendoset çadra ose ka dhunë. Mora dy opsione, nuk të përcaktova. Unë të vendosen çadra nëse duan të vendosin çadra për të protestuar dhe të japin dhe i çadër ati më të vogël Adriatik Lapa, edhe së fundmi mund ta gjetë drejtën përmes një faktori më të fuqishëm si ai. Po me Partia Demokratike, nuk ka policia ti heqi çadrën në PD, so burses nuk e bën dot. Nuk e bën për shkak të numrave. Kurse ti ku t'ja bën, na kupton, ti ku do marrë çadrën më të vogël se pjesë e çadrës Berishës. Në thelb, inshallah nuk e rravin. Në thelb ajo që ndodh është që ti zhvendos vëmendjen. Pra, ti duhet ta lësh tani, nëse mbreti ka dalë kuriq, ti duhet ja lësh dritat mbretit. Ti nuk duhet t'i heqësh dritat që mos ta shikoj njeri lakurqisin e ti. Pra, në këtë kontekst mendoj që nëse ndodh kjo hipotezë, në strategjia që kanë zgjedhur opozita apo kush janë këshilltarët e PR-it kanë zgjedhur një strategji të gabuar, sepse nëse Partia Socialiste Edi Rama është në një moment vështirë, ti duhet i lësh gjitha dritat të bien tek ai dhe jo të marrë skenën për vete. Problemi atyre është normal që sa kuptoj unë edhe nuk e bëjnë pa qëllim është që të sensibilizojnë faktorin ndërkombëtar dhe vetëm faktorin ndërkombëtar, sepse faktorin vendas ata nuk kanë shpresë përsa kohë humbën zgjedhjet në mënyrë ndërkombëtar të dinë mora ndër tani. Po nuk është se i thelbi e dinë. Këta erdhën nga Amerika tani. Patjetër, po nuk varet këtë takon dhe si takon. Problemi është që këto u gëzuan. Bën protestën e parë, para ca ditësh thanë që dolëm në gjithë mediat që i vunë flakën kërëmësit. Nuk është era parë që e bëjnë këto mërë. Se këtu ati përthes si sensacion. Po nuk është sensacion se këta kanë bërë për herë. Problemi është këtu, në gjykimin tim, që këta për organizojnë një protest për cilën vendosja brenda në çadër nuk të thot asgjë. Po është histori e parë. Po nuk të thot asgjë, nuk ngjall asgjë, nuk sjell frym. Unë isha dje me i debat edhe me zotin Asime, tha që do vendosim, mirë do ishte të vendosin ka çadra, thash, do filloj, do degradoj protesta. Pra një protestë e cila zgjat pa një frym, nuk ka frym o bu. Pa një kauzë. Po s'ka frym, më kauza mund të ketë 1000 ata, nuk ka rëndësi, pra shëndetësia, ushqimi, arsimi, korrupsioni, ku dëgjon, bandat kriminale, policia që s'funksionon, jo po njëra apo tjetra, nuk ka rëndësi kauzat. Problemi është se nuk i ngjit këtyne. Këta nuk arrin do ti përkthejnë kauzat në faktor, pra të bëjnë faktor për kauzat që kanë zgjedhur, sepse bëjnë disa gabime të parat janë konceptuale, nuk janë gabime ligjore. Pse janë konceptuale? E para një. Ti po bën një protest për çfarë? E para një po bën protest për kundër korrupsionit që ka kapluar qeverinë sipas konceptit të tyre. Tani ta marrim akshe. A ka njerëz korruptuar brenda Partisë Demokratike? Ka njerëz korruptuar ose a ka njerëz që të konsumuar? Se të korruptuar si u themi do të pa një vendim gjykate. Pashtu i bie mos i themi as këtyre, po i bëjmë të dy bashkë. Një moment po i bëjmë sipas variantit PD. Ma kupton la, nuk po flas si anëri, po flas si e mora vesh. Antar i Partisë Demokratike. Sikur nesër, sot janë protestë dhe çfarë pretendoj unë nga kjo qeveri? Pretendoj që kam qeveri të korruptuar. Kthej kokën, ne shoh kryetarin e partisë e kam spak. A kupton? Kthej kokën këtej shoh sekretari i përgjithshëm që spak, kthej kokën tjetër, janë këta tjetër, ku dëgjon, e ca të tjerë. E gjitha shoh një deputet që ka probleme me ligjin, shoh një deputet që ka probleme me deklarimet e pasurisë, një me lidhje kriminale, një me deklarimet, më kupton çfarë po them tani. Edhe bie që unë tani të kërkoj atë që ja kërkoj Ramës, standardet që ja kërkoj Ramës, e para do t'i kërkoj tek partia ime njëherë, te vetja. Nuk mund të shkoj me standardet e Ramës, godas Ramës, dhe kur standardet pastaj do më kthehen. Tasëm se iku Rama sot, më i tha mirë në pafshim, keni të drejtë gjithë, unë jam i korruptuar dhe e meritoj burgun, ika. Unë nuk futem dot në kryeministri, nuk e marr dot kryeministrin. Sepse kryeministri nëse pastaj del pezullim nga detyra sepse është në gjykim. Ka një çështje tjetër të hapur në SPAK, apo jo? Këtë të 21 janarit. Pavarësisht se si është vendimi ose nuk po i hyj këtyre debatit ligjor fare unë. Unë po i hyj sikur Rama iku sot, dha dorëgjë, tha as zgjedhje nuk kam për të fut, as unë as Partia Socialiste merrni të gjitha, nesër jeni ju qeveria këtij vendit,
ata nuk e bëjnë dot të qeverinë, nuk e formojnë Ti dot. thua e pezullon Spaku. Po të pezullojmë se është. Po është ha precedenti. Po pra është ha precedenti, pra tani është njësoj, do pezulloj Berishën, do pezulloj Flamurin, do pezulloj Belindin, do pezulloj Ariandohen, do pezulloj këtë çeka ky tjetër. Jo Gjini s'ka lidhje, nuk është në atë. S'është Spak, po s'është. Gjini është më shumë moralisht sepse ka dalë nga drejtësia. Nga Vetingu, po. Si punë Vetingu doli Ariani, Gjini më duket se syni fare në Veting. Syri fare. Se mbaj mend tani, po. Asun se mbaj mend, po. Ka pasi përplasje atyre për ca biznese. Ka të tjerë, po, që nuk po e hy tani. Si e ka ky i Kamzës? Xhelali. Xhelali për shembull. Është ashtu. Gjithë secili për veprat e veta, më nuk ka rëndësi, më mos ke bërë asgjë, se nuk e përcaktoj unë. Por ti thua si janë brenda këtij procesi. Po janë më vëlla, tani unë nuk e përcaktoj dot fajsinë aty, unë i prezumoj të pafajshëm. Por tani unë jam militant ose mbështetës i Partisë Demokratike ose i opozitës, nuk ka rëndësi të bashkuar. Me çfarë fytyre do shkoj atje unë? Kur kthej kokën mrapa, shoh që këta të mit nuk janë më i mirë se ai. Dhe standardi që unë po i vendos këtij personit për të ikur, për të lënë karrigen, kur më vjen standardi, i troket e dera ime, unë jam mbyll derën me 7 shula, sepse jam më keq se ai. Më kupton çfarë dua të them, ose mos më keq, jam njësoj si ai. Tani këtu bie standardi, mi fal kauzat janë, po bjen fryma protestës se ç'do të them unë, idhi Molotov të protestojnë për korrupsionin që bën vet dhe ky është më i korruptuar se ne. Unë mendoj vetëm diçka ndër, cilën e kam thënë shprehimisht dhe nuk jam dar. Pra, politika është përtej asaj që çfarë ndodh në Shqipëri dhe përtej ashtu se si është përvetësuar këtu. Politika duhet të ketë edhe parime dhe moral. Por po hym te parimet. Sot Partia Demokratike, po prandaj po them. Po dakord, po ty te parimet, se morali është çështje subjektive. Po hyra me morali është që them unë që shoh atë përballë i amoral. Tani shoh ta mas me çështja që ndron këtu, që ajo që mendoj unë. Sot Shqipëria dhe opozita, në fakt, ka dy probleme thelbësore. Problemi thelbësor që duan ta bëjnë sikur nuk ekziston, por që është shumë i rëndësishëm në optikën time, është që numri 1 i Partisë Demokratike, zoti Berisha, i ka marrëdhëniet diplomatike të ftohura, do të isha pak, por i ka me dyert të mbyllura, me SBA dhe për Britaninë. Dhe SBA dhe Britaninë. Madjen e me kemi komentuar këtu që dhe në Këshillin e Europës, kur ishte, i hoqën fjalën. Dolën dokumentat që i ftuar ishte zonja Vokshi, fjalën e mori zoti Berisha. Sepse a kishte lënë. Ajo është për interpretim se nuk e di, ai mbaroi koha apo po fliste budalliqe. Jo, doli dokumenti, po them që ishte zonja Vokshi e ftuar. E di që ishte zonja Vokshi, po nuk e se jam mbyllë mikrofonin atë si ishte zonja Vokshi. Nuk po them, jo, se kisha atë. Besoj se ka të bëjë me nuk e di në ka të bëjë me narrativën me kohën, po në thelb po qëndron që të dy partnerët strategjik është i bllokuar. Pika thelbësore që ka shoqëria shqiptare sot, edhe ka politika shqiptare sot, është institucioni drejtësisë. Zoti Berisha nga mëngjesi deri në darkë e sulmon këtë institucion drejtësisë. Tani këtu shoqëria nuk kem ashtu nga mëngjesin darkë, ka një pushim dreke që nuk e sulmon sepse vën kundërshtarin në balancë në raport me drejtësinë, nis masdite deri në darkë dhe nga funi darkës kthehet prapë te kundërshtari që thotë këtu është i mirë dhe shkarkojnë atë. Çfarë ndodh tjetër? Këtu fragmentarizimi i opozitës ka ndodhur për këto dyja. Pra, edhe vetë aktorët që duan të shkojnë, për shembull, në protest, nuk shkojnë dot se aty niset dhe sulmohet kreu i Spakut, ndonjë prokuror i Spakut, ndonjë gjyqtar i GKK-s. Në këtë kontekst, mendoj që edhe elektorati gri, edhe shoqëria e ka të pamundur t'i afrohet. Nuk po marr dhe në analizë që numri 1 dhe numri 2 i Partisë Demokratike kanë hallin se çfarë do ndodhi me ta Spak. Kjo është gjë tjetër që i përket gjyqësorit. Por thelbësisht që ti jesh sot dhe kam thënë shprehimisht, ti jesh sot për të fituar kundër Ramës, duhet të kesh minimalisht një kartë morale dhe një fytyrë ndryshe nga Rama. Se këta tentojnë ta mundin Edi Ramën me armët e tij. Vetë Edi Rama është mjeshtri këtyre punëve. 35 vite ka përvetësuar çdo gjë politikisht. Është njeriu më i gjatë në politik, po të them që ka përthithur pushtet, se ka qenë dhe zoti Berisha, por
sa Karama pushteta i ka pasur dhe opozit. Po, e di. Në këtë kontekst. Dhe në këtë moment duhet gjendur një fytyrë ndryshe, duhet gjendur një kaos ndryshe, një moral ndryshe dhe protestat duhet jenë edhe empati për qytetarët. Pra, ne kemi protestën e parë, nuk mbaj mend asnjë fjalim nga ajo protestë. Tani, nëse ti del dhe nuk thua asgjë, dhe nëse ti del dhe nuk e lën asnjë shenjë tek opinioni publik, atëherë çfarë do prodhosh? Sepse në thelb... Ja, pra, prodhojnë këtë. Ta them çfarë prodhojnë? Prodhojnë këtë Ermal që gjithë gjua e përdor nga antarët apo zyrtarët e Partisë Demokratike ka reflektuar në arenën ndërkombëtare. Pse ka reflektuar? Sepse gjua e tyre është shumë e ashpër. Po të jora Maduro, jo kjo narkoshteti, e këto prit. Vetëm një fjali dhe pastaj më ashtu. Ndërkombëtarët e din pak a shumë se ç'a ndodh në Shqipëri, por në psikologjinë e tyre nuk është njësoj si psikologjia një shqiptari, që për shembull një gjë të zakonshme, për shembull ata e quajnë e bëjnë gurgule, si thuash, a kupton, e bëjnë shumë të madhe. Dhe kur ti thua që këtu është narkoshtet, mënyrën se si e përdor opozita narrativën, ka një lloj ndikimi. Mirë apo ke, qoftë stepje mo. Qoftë stepje dhe është ndikim i arsyeshëm. Pra nëse opozita del, ja, për shembull ç'pun kishte Këshilli i Evropës që t'jepte më thellë pse duhet jo Këshilli i Evropës, po e kishin pyetur mediat. Po prit pra, po më mirë, po kur pyesim sa herë pyesim ne s'na kthejmë përgjigje. Problemi është ç'pun ka Këshilli i Evropës të japi zëdhënësi apo jo zëdhënësi i Këshillit të Evropës apo me rekomandim të nuk e di të kujt, se nuk pam në mbledhje që u mblodhen komisioni edhe vendosi për shembull që kjo duhet bëhet shpejt. Ç'pun ka për shembull që të ndërhyjë në një çështje ku ligjërisht ligji e pranon afatin për një çështje për të përgjigjur dhe çdo shtet ka autonominë vetë vendosin, si e thon, vetëm për të vendosur pa ndërhyrje fare nga jashtë. Se bëhet shpejt, me jepeni në njerëz se duan ata, nuk kjo është kërkesë për mendimin tim pa arsye, po ky ndikim i madh. Kështu që pse këty po e mbrojnë që nuk është as pak e vërtet, ka një lloj ndikimi të ndërkombëtarët, besoj unë. Unë mendoj që ndërkombëtarët nuk ndikojnë fare nga protestat. Jo protesta, jo, nga gjua, nga gjua, po nga çdo gjë. E di pse, sepse ndërkombëtarët përveç se kanë ambasadat e tyre në këtë vend, përveç se kanë jo, nuk po të them për gënjerë, përveç se kanë mjetet e informacionit tyre, dhe agjenturët në këtë vend veprojnë, si në çdo vend botës, mendoj që ata e kanë panoramën e plot. Ndërkombëtarët në optikën time reagojnë kur ka çështje thelbësore. Dhe di pse them për rastin e Ballukut nuk e kanë panoramën, sepse nuk kanë njohje ata, nuk din as dosjen. Ata edhe nëse e mendojnë që do të hapi shpejt se ky, se para një mesazhi nuk është i qartë. Thjesht thotë bëni shpejt të muhabet, po nuk thot se jepe mandatin ose lërja mandatin. Ai thot shko ç'a ndodh. Ai thot mblidhni komisionin e mandateve, sepse ai gjithmonë këta japin shembuj se si ndodhen për vendet e tyre. Pra, duke qenë se Shqipëria po tenton drejt Bashkimit Evropian, ata kanë disa standarde morale. Dhe ata thonë gjykata kushtetuese është proces më i gjatë që ngatrohet pas here. Ata thonë tani që gjykata kushtetuese foli, të mblidhet komisioni i mandateve dhe t'japi një vendim. Ata nuk po thonë jepi një vendimin si u themi ne. Jo, absolutisht. Në këtë sens. Pastaj interpretimet që bëhen në këtë vend është gjë tjetër. Edhe fakti që e përmend që do ta japin shpejt, prap nuk ka asnjë rëndësi. Ato mbasi t'jepet mund të japin një argument se si duket asaj në raport me pikat ose me konkluzionet. Ata janë përgjigjur pyetjeve të gazetarit se mbi atë bazë. Pra, po nuk kanë arsye, nuk, ore, ti mund ta pyesësh për shembull ambasadën amerikane sot, nuk ti e përgjigj, thotë ne jemi po ti për një çështje që ata kanë interes, prit, dhe për çështje që kanë interes, thonë ne jemi në monitorim të vazhdueshëm, ne kemi qëndrimet tona që drejtësia nuk preket, mund të japin sinjale të këtij lloji, po jo të thonë bëheni shpejt. Më kupton çfarë dua të them, se bëheni shpejt është ta uzosh tjetrin të bëj atë që di të bëj më mirë dhe ka në dorë ta bëj vetë.
Mund të ketë qenë kjo gjë Andri, mund të ketë qenë si pasojë e asaj që tha kryeministri Rama, sepse vetë kryeministri Rama, po unë lexova Rama jo do të them ç'a tha. Rama dje tha do bëjmë 3 pika ndryshime në legjislacion. Ishte pyetje që është çuar më përpara, përgjigje që e marr, dolën pothuajse në të njëjtën kohë. Nuk besoj se u nxitun ato dilin shpesh se doli Rama. Unë them jo se doli, unë them domethënë të paktën si e pasqyruan. Nuk janë kancelarit e BE-s këtu te ne. Po të pash vetëm si e pasqyruan, pra si doli në kronorar mediash, se unë nuk e di kur e kanë. Kishte shumë si i thon. Hapësira ishte në mëngjes reagoi zoti Rama, në ora 4 reagoi media që e pyetën. Më gjovllajn tat. Ta analizojmë, asu nuk e di, po ta analizojmë për një moment. Këta i kanë çuar një pyetje. Ja kanë çuar për X komo, ta kanë çuar për 2-3 ditë, 4 ditë, pa rëndësi ka për rastin e zonës Balloku. Përgjigja, edhe ai që e ka dhënë diku është konsultuar për përgjigjen. Dakor, nuk diskutohet. Ma kuptoj drejt. Dhe konsultimi ka marrë kohën e vet, derisa është formuluar dhe është dërguar. Dhe ky afat përkon me deklarimet që ka bërë Rama, po nuk ka sesi, sepse ishte përgjigje duhet të jetë e përgatitur bot kuptimin tim, pak përpara dhe konsultuar me fjalë, ai përgjigjen e ka pasur dhe pa reaguar Rama. Sepse e di ç'a mendoj Andrej, po jam shumë dakord, sepse mendoj që ata kanë dhënë një mesazh duke qenë se para një viti zoti Gonzato i Bashkimit Evropian këtu në Tiranë është përplasur me zotin Xhafaj për komisionin SPAK. Që mos e prikni thënë. Në anën tjetër, mos e prek, nuk ken vije kuqe i thaj. Në anën tjetër, kur Fatmir Xhafaj ka insistuar që të çojë një prej deputetëve të vet që po inspekton gjykatat këto ditë, dhe SPAK-u i ka thënë prap jo, nuk të lejoj, dhe mendoj që është në këtë lloj se bën logjik kjo që më thua ti. Në sensin e përgjigjen, po, bën logjik, se mund marrim çdo kënd vështrim të mundshëm. Besoj se janë nxituar ato të ja çojnë me herë se. Nuk mendoj që me njerëz se ka jo shqiptarë. Nuk është, ata e kishte marrë, e kishte bërë njëjtën metodologji edhe Panorama. Po do kohën, po do kohën e vet. Po, është e vërtet. Dhe edhe bën sens ajo që ka marrë kohën e vet edhe për konsultuar sepse janë qendrime. Përgjigja ka qenë dhe pa. Por mendoj, po të kishte dalë. Për shembull, një ditë më mbrapa, 1-2 ditë më mbrapa, po pas asaj të Ramës mund ta shifshim që ishte sinjal. Unë mendoj që siç veprojnë europianët me hapa të avancuar, kështu veprojnë edhe aktorët shqiptar. Pra, kryeministri Rama ndërrjeshta tha që kështu SPAK-u mund vinë na arrestoj edhe mund na pezulloj apo arrestoj edhe presidentin. Fakt presidenti është në SPAK. Zoti Berisha ndër të tjera mori në mbrojtje ish president. Jo, po thua për Bajramin. Bajrami. Po. Në anën tjetër edhe zoti Berisha, president, po SPAK, po Bajrami, po. Jo. Po më të pezullojnë. Po, në anën tjetër thoshin zoti Berisha i dolin mbrojtje Flamur Nogës. Unë mendoj që aktorët politik shqiptar, Rama, Berisha, që kanë shumë informacion se ne, ka momente që edhe këta i paraprin ngjarjeve dhe kjo po bëhet si një lojë anëri me 3 hapa parë, ne vim pak me vonesë, s'kemi faj dhe ne informacionet që na vijnë. Jo, po nuk mund të themi, nuk është çështje informacioni. Unë nuk parapëlqej të them gjëra përpara sepse duket si ndikim. Pra, ajo që bëj unë. Jo, them si deduksion që bëjnë, ti e ke gjithmonë, ti e kem pas. Se nuk është si di, problemi është që për shembull këtë mandate tani mund ta di se çfarë mund ndodhi, por nuk e them dot. Se duket sikur po ja çojën vesh atij të bëj. Kjo është ajo loja mediatike për të bërë presion se çfarë do të bëjnë. Por nuk e bëj dot, unë mund të them për shembull që nga këndvështrimi im 1, 2, 3, 4 arsye nuk kam se të jepem. Pse? Se mi fal, kur pyet, pse? Se për shembull rasti Edison Memollës. Rasti Benet Becit. Për shembull ka disa arsye pse mandati pse nuk u pezullohet Edison Memolla për shembull për korrupsion zgjedhor. Po. Fjala vjen. Pse nuk pezullohet sot Benet Beci? Nuk pezullohen dot, fal, pse nuk arrestohen? Pra ta bënte në paraburgim dhe kur dënohej për shkak të veprës, Edisoni ishte vepër korrupsion zgjedhje që shkon më shumë se 3 vjet, i dhan 1 vit. Nuk ka rëndësi, po e bëjnë gjëra të tjera, tani do ta bëj 1.000 Edisoni burgun. Po, burgun Edisoni s'përfitoi as shërbim prove si këta tjerë. Se këta tjerë përfituan shërbim prove. Po do e bëj 1.000 burgun.
Kështu është dhe rasti i Belindës, që kur thonë që Rama po e mbron. Po si e po e mbron, do ta mbroj, unë e thash, isha dhe djemi, studi, thash, nëse do ta mbroj, thot po, ma qoni që ka rres shtëpie këtë zonjën, leti e bënja 2 vjeta rres shtëpie dhe ja e mbaroj burgun. Nëse do të ta mbronte për të mos ta çuar në burg, pra falenderit për shërbimet që i ke bërë vendit, falenderit për shërbimet që më ke bërë mu, deri këtu mbaron kontrata, fjala vjen, nëse do ta mbronte. Unë besoj se Rama atë prezumon pa fajshme në gjykimin tim. E shef ndryshe situatën, prandaj nuk e kalçuar deri tani. Jo si kanë ardhur te obori i shtëpisë. Ishte rasti i, siç thash, edhe një herë, jo vetëm intereson më mod, kurse ky standard nuk është mbajtur njësoj për Erjon Velin. Për shembull, kryebashkiakët siç janë. Benet Beci ka dalë ta kam thënë 100 herë përpara Belinda Ballukut. Po ka dalë që thoshte O fliste për lek. 100 për ata, 300 për ne Por ishte Budalen. 700 diçka e tilla, 200 për ata, 500 për s'maj mend tani, 300 për ne, diçka e tilla, 500 sa ishte, nuk ka rëndësi më burr. Po nuk ishin kokla, ai kryebashkiaku i Lushnjës ishte ai që bëri gati 2 vjet burg për atë kanalin 200.000 euro. Ama ky I Lushnjës Fatos Tushet. Tushe, I Lushnjës. I Lushnjës pa me Fatosi. Bëri për 200.000 euro bëri 2 vjet burg ai zotëria. Tani ky Beneti pse nuk e marrë që ishte para Belindës. S'po themeni Benetin se dua unë. Nuk e kam konceptin, por e kam model. Modelin që ka ndjekur Spaku o vlla, nuk e them unë hajde, nuk po i them Spaku të bëj si dua unë. Ore po kam mundësi unë që t'i them, ore pse vepron me këtë kështu dhe me këtë ke vepruar kështu? Pse Erionin e mban në burg dhe e ke arrestuar? Kurse këta tjerët po i gjykon liri. Po se janë Në sensin, gja i pretendon se vepra e Erion Veliet është më e madhe pastaj po ku e dim që se ka për Beneti këtë? Se ti se ke hyrë aty me të pasurore, mund t'i kenë hyrë tani, po nuk e dim. Pse duhet të jetë ai në kryet bashkisë Shkodrës dhe Erioni duhet të ishte në kryet bashkisë Tiranës. Dhe kur ta gjej fajtor ti pastaj dënohet valla. Push po thot. Ne s'po thonë, unë nuk mund të them dot pse gjykata e dënoi. Kurse këta tani po e bëjnë pis procesin. Po e bëjnë pis procesin në burg që në këtë koncept ai mund t'i thotë shive ç'e standardi janë, shive çfarë rrugtimi ligjor ndajnë, dolën këta të avokatët që ka kontraktuar i vllai i tij, se kanë 2 vjet që ka dalë kontrata. Po e di, atë kontratën e di dhe unë. që kur mori këta avokatët në Po nga Kasovic, është dhe një firmë tjetër që do bënin mbrojtjen ligjore dhe më pas ata. Tani të del prokurori thotë që ky po lobon pra për të shpëtuar procesin dhe për të përballur në proces. Ai është qendrim me qendrim. Jo, Velia i ka gjithë drejtën e vet, jo vetëm të loboj, po dhe të mbrojt. Kështu që ore nuk është lobim fare një sepse ata po ta marr, o Anri. Një sekond, jo, po të them ti të gjë, nuk e lejuan këta more. Këta nuk e lejuan ty në sallë gjyqit, am mban mend. Atë po e mbaj mend që se lante dera. Tu s'kishte ti as për mbrojtje, as për lobim as hiç, dhe tani me drejt avokatët thonë, këtë kanë po sulmojnë, nuk ka lidhje më me gjykim, ky është sulm. A e kupton, e lidhi dhe politikisht. Më fal, jepi se... Jo, do të thosha vetëm këtë. Velia është në drejtën e vet, jo të loboj, por është në drejtën e vet dhe të mbroj veten e tij. Por nuk është bioligjore sepse llogarit me parat që ka derdhur i vllai janë kaluar me këtë po them që ka drejt se nuk po ju llogarive. Jo ka, po pretendimi është se ka gjeti lekët ky, se gjithmonë me këtë lozet, me këtë ka lozë dhe opozita në përbanaqe. Ne dim, tani, unë nuk t'ju në diskutimit se përsa ko ata paguajnë dhe vetë Amerikanët nuk marrin para në dzez, i kalon me transaksione bankares. Me kalon me këtë dreqin me... Ore ka këtë kompanin e vetë që ka... Jo, është kjo ma institucion që kalon para që bën, si thuash... skanerin e lishmërisë të ardhurave. Tani, që është e thoja unë, por nuk desha të përmbaja këtu, se mdoli nga mendja. Tani, këta deputetet e PD-s, e zem që do shkojnë protest. Edhe i thënë Ramës... Dhe a mund të bëjmë bashkë me Lapajn, mund të elaborojnë pak? A i tha unë dhe takojnë në sheshta. Po, vetëm, sa të themi që këtë. Deputetet e PD-s dhe ikin shesh, do kërkojnë ikin largimin e Ramës sepse Erion Veli është i korruptuar, Belinda Balluku e korruptuar, Beqi ako dëgjon, më the thash. Tani, nëse këta pretendojnë se Spaku, qoftë për rastin e Irena Gjokut që pretendojnë për kryetarin e partisë tyre,
e ka rënë legitimiteti i tij. Dhe Ilir Meta është si thuash, i burgosur politik. Dhe Berisha ka qenë i burgosur politik dhe po i bëhet një gjyq politik. Pse nuk e dyshojmë këta që edhe ndaj Velia dhe zonjës Balluku po i bëhet gjyq politik nga Edi Rama? Po besoj që atyre nuk ju konvengon kjo narrativ. Po pra, dakord me që nuk, po nxjerrim sa pikë nga protesta. Tani pse u bëhet këtyre dhe s'u bëhet këtyre të tjerëve? Pse për shembull, m'fal, se s'është vetëm zoti Berisha, është zoti Ahmetaj që këta e pranojnë. Si këto zoti vetëm e kanë bërë erone demokratë. Ahmetaj nuk është kaq i thjeshtë. Po se harrova Ahmetaj, se desha të thonë Ahmetaj futa biçën. Ahmetaj dhe mund të rimbursohet me një post po të vi PD-ja. Se ai është bashkëpunëtori i demokracisë. Tani Ahmetaj, a pranojnë të që Ahmetaj i ka rënë qafë? Po, këta thonë i kanë thënë ata që deri edhe Ahmetaj ka shfaqur pendes sa punoj me Ramën, sa punova me Ramën, tha dhe unë kam bërë gabime. Sot tha Ahmetaj nga Zvicra reflektoj ndryshe, jetoj ndryshe dhe mendoj ndryshe. Tani kur kemi një Ramë që ja fut Ahmetajt, kur kemi një gjyqtare që i bie karta morale, po themi, për qenë pjesë e një institucioni ku morali dhe profesionaliteti do të jetë shtyllat e këtij institucioni, a kupton? Kur këto bien, këta pse kërkojnë arrestime burg për tjerët me vrap, që kanë kundërshtar, dhe tek vetja sulmojnë institucionet drejtësisë apo dhe ata që kanë përballë. Prandaj po them që të mbledhurat gjitha bashkë, këto nuk krijojnë moral. Në vetvete dhe nuk krijojnë frym. Në thelb, anëri në thelb, e ka shpjeguar Machiavelli mjaft mirë. Thoshte individët të cilët nuk duan ndryshimin, janë ata individ të cilët kanë përfituar nga ky ndryshim. Po Machiavelli e thotë, po nuk thotë bëuni qesharak. Po jo, ai thotë se ti ke përfituar, po mos u bëj qesharak. Po, Machiavelli thotë këtë gjë, edhe thotë për brezat që duan të marrin këtë pushtet politik. Pra, në këtë kontekst, marrëveshjet e mëdha në këtë vend politike janë bërë nga dy njerëz, ka qenë Sali Berisha dhe Edi Rama, të paktën nga 2008 dhe në vazhdim, ku bë marrëveshje. Në këtë kontekst, unë mendoj që Partia Demokratike në këtë situatë që është, e kam thënë shpeshherë, e kam përforcuar dhe e përforcoj prapë, nuk ka asnjë mundësi ta mundi Edi Ramën. Edi Rama mund t'i dalin e skandale dhe më të mëdhaja se Belinda Balluku, dhe më të mëdhaja se Akshi, dhe më të mëdhaja se gjithë qeveria bashkë, dhe më të mëdhaja me gjithë ata që i ka në burg, dhe për sa kohë kjo opozit të jetë me këtë lloj algoritmi komunikimi me qytetarët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me institucionin e drejtësisë, dhe me empatin që këta të krijojnë me qytetarët, pra, Partia Demokratike sot është e përçark. Në fillim, që të mundi Edi Ramën, këta duhet bashkohen. S'ka shans, ta kam thënë 100 herë. Po, unë e di, po them thelbin... Me ekuacionin që janë sot, se kështu shanse kanë... Në këtë kontekst, pasi të mbledhi Partinë Demokratike, duhet mbledhi opozitën. As opozitën nuk e ke. Në këtë kontekst, prandaj dhe Rama është i qetë. Rama të vetmi shqetësim që ka sot e ka emrin SPAK. Dhe unë mendoj që Rama sa do të vi, do të intensifikoj qëndrimet kundër SPAK-ut. Pra do të thot, ne nuk kemi të barabartë si të gjithë njerëzit para ligjit, do të thot. Këtë do të shkoj, do të thot. Dhe mendoj dhe diçka tjetër, që e gjithë lufta pastaj, që do të kenë, do të jetë përballë dhe thelbi a do të ketë një marrëveshje publike, se të jeshtura ka pasur shumë, që PD-ja të bëhet bashkë me PS-n për të goditur SPAK-un. Por, këtë e kam si deduksion, nuk e se kam informacione, por në qoftë se këta bëhen bashkë, mund të përsëritet skenari 2016-s, ku në atë kohë PS-ja ishte më pro në sensin e diskursit publik, PD-ja ishte më kundër në atë kohë dhe vinin mesazhe për telefon për reformën. Dhe në qoftë se këta do të bëhen bashkë, mendoj që në numrat e deputetëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike do të vinë mesazhe. Po, ndoshta. Në fakt, ka pas edhe ca ato mesazhe
se dikush është problemi që nuk e kupton faktorin ndërkombëtar ose hileja që përdor faktorin ndërkombëtar. Se ka ca reforma që kanë probleme të tyre. Në sensin në probleme ligjore. Ca gjëra që duhet ishin bërë përpara se të futej reforma në ligj. Nuk po them këtë, jo mandatit e imunitetit nuk po i hym këtyre, po ca gjëra do ishin bërë më mirë se ç'janë bërë. Sepse unë mendoj çdo gjë që e dobëson, qoftë në opinion, pa lënë në proces, qoftë në opinion veprimtarin e SPAK-ut, pra Irena Gjoka që ka qenë dënuar në budalliqe, prokuror që investojnë personalisht për subjektet caktuara, kalojnë nga një kështu i futen në hetim pasuror, hyn te gruaja, te djali, merren me gjëra të pavlera dhe në fund të ditës, gati në përfundim mandatit, nuk kanë prodhuar asnjë. Ore, të them diçka se është e bukur kjo nga pjesa e këtu, se ma thënë këto miqtë e mi që kanë qenë prokuror. Kur vijnë me trajnime këta të ndërkombëtarët në Shqipëri, për çështje të caktuara, për shembull, e para gjë është që shohin një proces, pra inicimi që nisi një procedim penal, shohin, nuk flas për këto që kanë bënë me korrupsionin e këto, shohin shkallën e investim. Pra ti nuk mund t'i futesh me përgjime e ti të harxhosh një 30 milion euro dhe ti kapësh një shtëpi Erion Veliet, fjalëvin. Se duan që kjo shtëpi tani të jetë burimi të ardhurave kriminale, më kupton? Ose nuk mund bësh një ti gjyq 20 milion euro, 30 milion euro dhe të bllokosh shtëpinë e Ametajt. Nuk mund bësh një gjyq 40-50 milion euro për Monikën dhe për Ilirin dhe të vetëm shtëpi që janë mbajte u detyrove ta lëshoje sepse s'ka sens ekonomik kjo, më kupton çfarë them. Pastaj përpos këtyre janë gjithë dosjet që këta e kanë bërë gabim ose procedimet që kanë bërë gabim apo dhe gjykimet, se do kanë edhe në gjykat, që shkojnë në Strasburg e thehen. Dhe do t'i paguash ta dëmtuarit. Pra, në thelb, çfarë thelbësore në sistemin e drejtësisë është produkti. Të ti nuk mund ta anetemosh, nuk mund diskutosh më ti për shkakun që thosh, pse filan prokuror e bëri kështu këtë gjë? Po le më ta bëj pavarësisht se mund të jesh ti i dëmtuar i drejt për drejt apo dikush tjetër, nuk ka rëndësi. Në fund fare ti do të flasësh mbas produktit. Tani ne produktit e kemi. Pra, unë isha me dje me Arjan Dojën, se po thoshte po ky teton Rama tani të fusi duart. Por Arjani thash tani nuk bëhet fjalë me, se Arjani jurist i njeh shumë mirë, ish prokuror, dhe nuk bëhet fjalë tu i thash nuk jemi marr para 7 vitesh. Që nisi tani po tenton ta manipulojë të fusi duart. Kemi produkt më vëlla, hajde bëjmë analizë tani. Deri dje nuk flisim dot, as Rama nuk flisë dot. Prandaj ka qenë përgojnë që sepse ai ka atagrin dhe të kryeministrit, nuk është si shefi opozitës që thotë i llaf organizatë kriminale dhe din matan. Kurse ai ka raportin direkte me ato, se është kryetar shteti vëlla. Shkurt muhabeti për të gjithë, për çdo gjë. Ai flas si kryeministri i Shqipërisë, ndryshe të flasi Macroni, ndryshe të flasi Le Peni për një a kupton çfarë në ndikim. Mu thot Le Peni për shembull që ne nuk e duam Amerikën. Fjala vjen kot. Po ndryshe ta thot Macroni që nuk e duam Amerikën, se është qendrim pastaj. Qeveria, kupton, ai s'vendos gjë, është retorik politike. Kështu dhe rasti Berisha më thot çfarë do, por Ramës nuk i lejohet. Ka vetëm diçka në këtë sens. Në këto zhvillime. Ndërkombëtarët për shumë arsye e ka vendosur vjen e kuqe SPAK-un. Pra ka një diskurs që në kohën kur Ilir Meta bashkoi votat me Edi Ramën, këta bën disa ndryshime tek reforma drejtësinë në disa pika. Sepse donin, jo se bën ndryshime, se këtë do të thënë, në fillim ishin, pra, si gjykata kushtetuese, që 3 antarë dalin nga kuvendi, 3 dalin nga opozita, 3 ka presidenti. Me i fjalë, më duke se kështu ka 3 parlamenti, 3 presidenti, 3 gjykata lartë, se thash opozita, se u trasha. Jo më ashtu është. Pra 3 emërime janë nga gjykata lartë, 3 janë nga presidenti, pra që mos... Po, që mos tjetë... Bravo, pra uniteti kushtetor ta mbrojmë kushtetueshmërinë e vendimeve, prandaj ndahet. Po çfarë bën këta? Debatet kur nisën më mbrapa këta u shqetësuan më shumë për
kush do fuste njerëz të tyre, siç kishte presidenti pra në KLG, KLP, ILD e këto të tjera, ose edhe në veting, që të kalonin magjistratët e tyre. Sepse atëre ashtu yri E pra po duke u lodhur një prej gjyqtarëve, thoja, ja rrova emrin s'ka rëndësi. Nuk ka aty kush nuk hyrje kush doli. Betja, kjo hyri nga Meta në atë kohë. Po s'ka rëndësi mos e hyri kjo apo një tjetër, nuk ka rëndësi. Problemi është se vetingu u bë keq. Se u tentuan të fusin qof me influencë, qof me para hyn njerëz që ndoshta se kalonin vetingun. Dhe dolën nga vetingu njerëz që s'duhet të dilnin nga vetingu. Më kupton çfarë duhet të them? Që këtu u bë keq. Pastaj u futën njerëz me influencë, që nga politika, që nga paraja, apo interesi, u futën KLG, KLP, kështu me radhë. Pra dhe në sistemi nuk e kemi të shëndetshëm. Sepse ka qenë abuzues në fillim dhe këto harruan ligjet pastaj. Dhe kur vim puna për ca ligje që janë jo debat, po janë kundërshtim me njëra tjetrën, pra prodhoj një ngërç që ke nevojë për gjykatën kushtetuese, ti se ke mazhorancë gjykatën kushtetuese, vim në pikën pastaj që s'ke vendim pa vendim. Ka edhe diçka, duke qenë se në këtë zhvillime ndërkombëtarët e kanë vënë vetë vjen e kuqe. Pra, edhe Komisioni Xhafaj ishte në thelb, edhe pse nuk ishte artikuluar haptazi, ishte një forum, të paktën interpretoi një forum për të kapur SPAK-un. Dhe fakti që Gonzato i tha jo, fakti që ka pasur disa reagime të Bashkimit Evropian ndaj kësaj reforme, pikën e kuqe apo vjen e kuqe ata e kanë vendosur SPAK-un. Dhe në këtë rast, duke qenë se Shqipëria po tenton të hyjë në Bashkimin Evropian, do të jenë të kushtëzuar t'u binden çfarë do t'ju thot BE-ja dhe jo çfarë duan aktorët politik shqiptar. Sepse kjo reformë, Andri, unë jam i bindur, kjo reformë thyen klasën politike, ose klasa politike thyen këtë reformë. Mekanizëm të ndërmjetës në Rumani dështoi për të vetëm arsye se kishte agjentura ruse në loj. Është më komplekse. Mirë, okay, dakor, po dështoi në thelb që bën arrestime, sekuestrime, pastaj u kthyen dhe konfiskime të marrë dhe lekët. Po, çështja e qëndron që ishte më shumë produkt atëherë, se u arrestuan diku te 1200 se ke në Kroaci pati sukses për shembull. Pa, s'kishte aq produkt në Kroaci. Brenda një dite ata arrestuan. Dakor. Ata kanë bërë namin, njëra arrestuan 300 veta, kur u bë ajo një bilanc kishin arrestuar 4000 veta. Pra në thelb ata e kishin tromditur, ai kryeministri Kroacisë para një viti dolim që e pritën me makina aty te burgu. Po pas Santander. E shkundi Kroacinë. Në Kroaci ka pasur sukses sepse në Kroaci e shkundi. Thelbi qëndron, çfarë do ndodhi me këta? Unë mendoj që në këtë turn point që janë këta, e kanë shpjeguar, e shpjegonin mjaft mirë një sociolog, edhe thoshte kur sunduesit përballë llogaridhënies, ata nuk priren që të jenë kundër njëri tjetrit, por priren të bëjnë marrëveshje bashkë. Absolutisht. Po si kemi parë edhe çadra prodhoi marrëveshje tani. Në këtë kontekst, ai ishte në dëm të PD-s, në të mishë këtë nuk e dim, por edhe çadra me marrëveshje dolën ata nga çadra. Nuk prodhoi politika ajo. Ajo prodhoi vetëm gaz bardhin prodhoi çadra, asgjë tjetër. Po, vetëm atë nxori. Po vetëm atë nxori. Pastaj i dhan dhe dorë ata se e bën sekretar përgjithshëm me tëra me radhë. Po unë po them që Çanxori që mbajt mend nga ajo çadër, se Demira ju bë ministër, pastaj thoshte nuk më dëgjojnë drejtorët e policisë kur jap urdhër. Po çe do atë lloj ministrie kështu ku s'dëgjon asnjëri. As tani nuk e dëgjojnë drejtorët e policisë, nuk e dëgjon ministrin. Ore, unë e di që as tani, po them në sensin ky është koshient. Ministria tani është koshient se andauaj që i tha ky më dëgjon vetëm mua. Por këtaj që do të vej me qeveri teknike, kur si dëgjon asnjëri, njëjta situatë është. E kupton në këtë kontekst them. Kështu që kjo gjë, e dyta që dua diskutoj Andri është në mundësinë e një koalicioni që mund të ketë lapaj me Berishën. Edhe me Goni mund të... Po Goni ka thënë nuk bashkohem. E ti. Apo ti thua çfarë thonë nuk e mbajnë. Ka thënë nuk bashkohem me Berishën. Nuk ka thënë nuk bashkohem me PD-n. Dhe ndoshta Goni mund të jetë faktor që ta kushtizoj Berishën që të paktën minimalisht mos ketë emrin për kryeministër. Se nuk e detyron dot Goni që mos jetë Berisha deputet, tu nuk po flitet mos jetë. Andaj në tani Gojdhanat, se nuk po të them tani, Gojdhanat thonë Andaj që në 2025-ën ju dha një opsion i tillë Berishës dhe Berisha në asnjë moment nuk e pranoi.
Si më falë? I dha një opcion që vë përzidhi, tha, emrin e kryeministrit dhe neve do të lëmë rea aty dhe nuk pranoj. Tha, kryeministri çoi vetëm emrin e vet. Kështu që në këtë kontekst mua më duket e pamundshme që zoti Berisha ta hapi krah. Në këtë kontekst mendoj unë, dhe mund të ndodhi që të gjej një formulë politike. Por kjo është ajo që mendoj. Në atë çfarë unë e konceptoj zhvillimet e politikës. Në raport me drejtsinë, edhe diçka të fundit, në raport me drejtsinë, i ke humbur shpresat për këtë gjyqin që po zhvillohet, po bëhet për këto, se pash kishe bërë editorial për punën e gjykatës Hagës, tribunalit. Ajo është pretenca që je prokuroria. Unë mendoj që qëndrimi i gjykatës Hagës do të ndryshëm. Kujtohet Aradinaj, prokurori në atë kohë dha 25 vite për Aradinaj, dhe gjykata e Hagës është shpallit pa fajshëm. Por në thelb mund të ekzistoj një formë që po të marrë në një prej mundësive që ata mund t'i dënojnë me kaq vite sa këta kanë bërë dhe të dalin me njerë. Pra, pyeta një vajzë që merri goxha me gazetare, mi fjalë që merri goxha me këtë punë, po thoni, ajo frika asaj duke njohur shumë mirë ç'është, ishte se mund të liroj Thaçi dhe mos gaboj, nuk e di tani, dhe mund të pra Selimi, Veseli, Krasniqi dhe Thaçi. Tani a liroj Thaçi me Krasniqin dhe dënoi Kadri Veseli dhe Selimi, se këtë e mbaj mend paktën Selimi, po dhe Kadri Veseli, dhe ishte frika se janë shumë vite burg sa do i dënojnë. Në thelb nëse sepse kjo ngjarje në gjykimin tim kjo është pafajësi o s'ka. Jakub Krasniqi në fakt aty sa vite ka ai? 45 kanë gjitha. Kanë 5 vite. Jo pretend, sa vite kanë që 5 vite. 5 vite. Nuk e njoh shumë mirë. Në thelb ta shpjegoj. E di që këta mbajnë në burg për ca Jakub Krasniqi, do më thënë, mënyra se si këta janë në burg, të analizoj me çfarë ka ndodhur, është sepse ky është problemi kur nuk dan luftën nga politika. Pra, në qoftë se komandantët do kishin marrë modelin e Ante Godovinës në Kroaci, nuk do kishin as edhe një problem me drejtësinë. Këta u përfshin politikë. Po si ishte, nga qoftë në politikë thotë? Ante Godovina ishte në Hag, është heroi i luftës Kroacisë. Dhe kur e ofruan për në politikë, tha unë e bëra luftën time. Edhe vete gjuan pesh në një fshat të Kroacisë aty. Do me thënë, ka ndodhur dhe në stadiume, kur ka qenë ai në stadium, lojtarët e Kroacisë e kanë respektuar shumë sa kanë bërë dhe ndonjëherë simbole fashiste. Sepse e gjithë Kroacia ndjen për të një vlerësinë dhe një mirënjohje sepse ka qenë ja ofruan se kishte çdo mundësi të vinte në politikë. Si për Alian. Dhe ai zgjodhi që të ikte gjuante peshk, të merrej në fshatin e tij dhe të jetonte jetën e vet. Çfarë ndodhi tani? Këta për luftën e tyre politike të brendshme filluan dhe atakonin njëri tjetrin. Recep Selimi ka qenë i vetëvendosës. Edhe është. Jakub Krasniqi u nda nga Thaçi dhe Kadri Veseli, kaloi me parti tjetër së bashku me Fatmir Limaj. Këta kanë pasur replika në politikë, është kjo që hase ne mund themi çfarë të dua me njëri tjetrin, dhe këtyre edhe për shkak të disa denoncimeve që janë bërë, ja kanë atashuar me deklaratat që këta kanë bërë për njëri tjetrin. Kështu që në këtë kontekst, edhe për çështjen e luftës po thonë. Edhe për çështjen e luftës. Pra, për këtë kontekst aty është bërë mullar. Për shkak se këta vetë duke dashur për përfituar ato pikët e tyre politike, kanë sulmuar njëri tjetrin edhe me të pavërteta. Pra, për shembull po marrim një rast, Hashim Thaçi ka sulmuar Gani Gecin. Po. Gjithë Kosova e di që Gani Geci ka dhënë jetën për atë vend. Po Hashim Thaçi në atë kohë, madje i nxorën dhe që gjoja sikur kishte qenë, kishte dalë një
komunikat nga UÇK-ja që kini kujdes nga Gani Geci se ky tradhton dhe doni ta dëmkosin politikisht sepse Gani Geci është i LDK-s. Po. Në atë kohë ka dalë Kadri Veseli, i cili ka qenë shefi i shërbimeve informativ të UÇK-s dhe ka thënë distancojmë se nuk ka dalë kur kjo komunikat. Gani Geci bënde me faj Ashim Thaçi, thoshe nuk ja fal kurrë se unë kam dhënë jetën për UÇK-n, për Kosovën, se është nga zona për Adheun, dhe ky ka dash përfitoj pik duke në këtë kontekst aty, imagjinoj çfarë është bërë. Jakub Krasniqi në optikën time, se këta tre kanë qenë operativ, edhe Recep Selimi dhe Thaçi pak më pak, por edhe Kadri Veseli. Jakub Krasniqi ishte intelektual dhe është intelektual. S'ka marrë kur pjesë në luftë. Ka qenë zëdhënës i komunikatave të shtypit. Ata Jakub Krasniqin e morën më dhunshëm se të gjithë tjerët. E kanë marrë në vil Jakub Krasniqin, e kanë rrethuar anën orën, ka qenë ora 5 apo 6 e mëngjesit, e kanë marrë zvarr. Njeriu më të paqt, që nuk kur domethënë ai ishte njeri i cili në jetën e vet nuk ka sharr kur, nuk i ka bërë keq kur një mize, atë morën më dhunshëm dhe e kanë çuar në Hag. Po, domethënë në këtë kontekst të ngjarjeve dhe zhvillimeve, në këtë situatë, e vetmja gjë që duhet bëj faktori politik shqiptar, duke lënë këto përplasjet e tyre të brendshme për pushtet, duhet të solidarizohet dhe të shkojnë në datën 17 shkurt, madje edhe Berisha me Ramën e me këto tjerë këtu, çfarë janë këta të gjithë, duhet bëhen bashkë në optikën time. Këtu unë të flas si njeri që për të qenë aty në protestë në mbështetje të ushtarëve të UÇK-s. Po thua që t'jenë në Prishtinë, jo në Prishtinë është 17 tani në 17 shkurt ka një protestë kombëtare në Prishtinë, e cila bëhet me qëllim për të solidarizuar. Po të kenë mundësi të shkojnë dhe në Hag, pra të bëjnë një thirrje simbolike, një protestë simbolike, Kishin hallën e Prishtinës ata se çoshin 45 vjet jo, pretestë. nuk ka ata në sensin shkojnë në çdo vend të botës hi dietë botërisht që luajnë interesa, pra në thelb. Atëherë pse më çmendë që më thon për këto ndërkombëtarët që janë. Jo, po ndërkombëtarët ka, unë po të them duhet ka kontekste. Konteksti lidhet me momentet në gjykatën ndërkombëtare të Hagës përplasen shumë interesa. Dhe në thelb një prokuror. A mund ta bëj një pyetje? Po. Në thelbin e kësaj që po diskutoj. Ajo që po diskutohet sot në gjykatën e Hagës, po diskutohet fajësia e disa ushtarëve të luftës së Kosovës që është bërë për luftë për pavarësi. Gjithë provat që janë prova që nuk bazohen fakte as në personazhe konkret, po janë marrë dorë pas dore. Ata ka një mekanizëm shumë të çuditshëm. Po flasin për një ushtri që nuk është një ushtri e organizuar, për shembull si ushtria kombëtare e Shqipërisë, ushtria shqiptare, për shembull. Ma kupton, nuk buron nga shteti me gjithë fondet nga shteti ishte një që nisi si çet, po themi deri diku. Si revolte brendshme nisi. Revolt për çet morën, pastaj u shpërnda dhe u bë. Ata ndoshta ishin edhe shumë më të parorganizuar derisa gjetën. Kjo lloj revolte e brendshme u ndihmua nga faktori ndërkombëtar, qoftë europian, qoftë të SBA-s. Tani në thelb, më fal se desha delta në një pikë. Për një ushtri, këta i bëjnë me faj këta, se këta kanë qenë komandant dhe drejtues të lartë, dhe i bëjnë me faj se këta kanë dhënë urdhër, por nuk e provojnë dot fajësinë, sepse nuk mund të provosh fajësinë në një ushtri që nuk është organizuar me, si me thënë, me hierarki. Siç e di për shembull komandantë, për shembull ky Arkani ishte mercenar, nuk ishte postë ushtarake, mori më mbrapa. Arkani ishte mercenar për paguaj, ai bashkë me të tjerë. Burgosurit që lanë ata. Po burgosurit që nxorën nga burgu, më nxirri dhe të përdori ti për masakra. Kështu që këta nuk ishin të organizuar, si ishin as mercenar, ishin revolte për liri. Tani, ky lloj goditje që i bën një prokuror, i qofti e Hagës, i bën luftës për liri që bën këta, të një ushtrije që thu ti ke dhënë urdhra për genocid apo masakra, genocid s'kan bërë apo masakra gjatë
luftës, për një ushti që s'është organizuar dhe ti e bërë sikur ta ishin të organizuar me bërë këtë gjë, dhe në fund fare, a është legjitime ti delegitimon dhe ndërhyrjen e Amerikës? Shko, prokurori ishte të qartur fare, unë dëgjova pak fjalimin e prokurorit. Po si mundet pra, se ne kena sy të andek, në këtë sens po them. Prokurori, Andrej. S'dim këtë i besoj më, përndaj po them që është marrëdhënie interesash. Unë ta kam thënë gjithmonë, në Ballkan përplasen dy linja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Këto dy influenca janë. Gjithmonë. Prokurori thoshte që tha që Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi kanë qenë aq të aftë sa kanë gënjur amerikanët. E thoshte me fjalë ai. Po, di dëgjova. E kupton? Do më thënë, ky ishte interpretimi prokurorit, nuk kishte ndonjë fakt ai. Shqysoj si çdo njeri thjesht. James Rubin. Po këta që kanë qenë niveli më i lartë i komandës ata, e kupton? Po. Dhe ky thoshte sepse ata kanë mbajtur dhe qëndrimet. James Rubin ka mbajtur qëndrime në Hag. Po, di. Dhe ai tani thot se dua unë e interpretoj në këtë pikë. Por tani neve mirë na vjen, mis na vjen, janë disa gjykata cilat kanë vendimarrjen e tyre. Për këtë punë janë bërë. Madje ne kemi pasur dhe Carla Del Ponten, e cila ka mbajtur qëndrime shumë të ashpër ndaj Kosovës. Do më thënë, në momentin kur ajo ka ikur nga drejtimi i Hagës në atë kohë, ka qenë gjyqtare me shumë potencë, u mendoj që Kosovës ishte bërë një çlirim shumë i madh, sa ajo kishte një, s'po dua ta teproj, po ngjanë si urrëtie patologjike. Dhe këto raciale janë disa, kur kam pyetur një prej penalistëve më të mirë në Shqipëri. Kur bëja masterin, kisha të drejtë penale. Edhe e pyes, i them, sa e mundshme, i them, që një prokuror të largohet nga të jetë 100% objektiv. Më tha, kije më në sot dhe mbaje më në gjithë jetën, edhe prokurori dhe gjyqtari më i mirë, në fund të ditës kanë subjektivizmin e tyre, sa do profesional t'jenë. Kështu që çështjet është më mirë si do të vendosi gjykata, se prokurori kalon edhe mbi aspekte personale, por mund të kenë dhe interesa që luhen. Gjykata është me një kurum më të madh që vendos dhe aty ti përplas ide edhe të prokurorit dhe të palës mbrojtëse të avokatëve, dhe gjykata është ajo që vendos. Deri në këto momente, pra gjykata e Hagës ka pasur disa problematika, ne kemi një prej komandantëve, se ja rrova emrin tani, u dënua 19 vite burg, por ai nuk kishte statusin e Thaçit dhe këtyre tjerëve, po ishte njëri me shumë peshë në Kosovë. Po. Kemi në anën tjetër edhe një prej komandantëve tjerë, Naser Aradina, i cili në fakt kur doli atje e tha me fjalët e veta, e tha dhe kështu, më tha nëna, nëse vete atje të korritë shokët e tu, mos u kthe në derë të shtëpisë, po futi plumbin vetës edhe. Pra në thelb aty kanë kaluar shumë individ. Aradina e kanë përndjekur. Ishte kryeminist kur e kërkuan në Hag. Sa mori të shkëlqente. Se tani Aradina i ka ca gabimi që s'do t'i nga politika, se e ka bërë aty që bashkë me ai dhe vllai vete 3 deputet tjerë dalin, por Aradina i kur e mori, kur u bë kryeministri i Kosovës, mund të them që ka qenë një nga qeverisjet më të mira në Kosovë. Edhe Aradina ka qenë një prej aktorëve i cili tentonte të shuante për plasjen e madhe që ka ndodhur midis Rugovës dhe Thaçit. Se Thaçi, mënyrën se si ka vepruar politikisht, unë kam shumë pikpyetje dhe kam shumë pak kënaqësi, po kjo është për një ditë tjetër. Po. Por, ta them me bindje të plotë që Aradinaj ka qenë njeri i cili ka menduar si për Kosovën, si për marrëdhëniet me amerikanët, edhe se si të kishte një marrëdhënie të shëndetshme me Shqipërinë. Por momentet që ndodhet me gjykata, shpeshherë ky është roli. Prandaj them që çfarë do të bëjmë ne, çfarë do të duam ne, në disa momente janë interesa më madhore që mund na përplasen në fytyrë. Unë patjetër që janë interesa më madhore, por në emër të interesave madhore gjithmonë do mbroj drejtësinë. Kurse
kushdo qoftë përpara, edhe i vetmi që nuk lëshon për tradicia është Zoti. Zoti përpara, ne mbrapa, këta të tjerët për mua s'kanë rëndësi në çfarë do lloj emri i vejmë. Prandaj thash, edhe kjo pjesa e ndërkombëtarëve pa folur specifikisht për askën, ndajherë apo shpeshherë ka lozur kundër interesave tona. Nuk e kam lidhje me spakun fare me këta sharlatanët që kemi këtu në parlament, nuk e flas në interesin kombëtar, po historik dhe në interesin kombëtar, jo në interesin e ca individëve që janë për hall të tyre, po flas për hallet e mbi këto interesa, mbi këto zhvillime që i ka ndodhur Shqipërisë. Prandaj unë them Amerika, ne them vetëm kontekst historik, se unë në këtë kontekst sepse besoj anëri dhe them e bindet plot. Po në gjithmonë Amerika që s'keni qenë në Europa na bëri. Europa na ka bërë fërtele. Në këtë kontekst them. Madje unë kam ngritur edhe një pyetje dhe ngre prapë përsëri. Më ka bërë përshtypje që ne të gjithë kryeministrat i kemi pasur produkt France. Pastaj koha do të tregojmë shumë, por Franca edhe kur donte që të ishte pavarësia e Kosovës me anë të anën e Serbisë. Por kjo është një temë më e thellë për të diskutuar. Duhet me pa formimi pse që është tek agjenturat. Po këtë po të them është më e madhe, prandaj them, por që të katër këta Fatos Nano, Edi Rama, Sali Berisha dhe Enveri kanë qenë të katër produkt. Ilir Meta ka qenë nga Çepani. Ishte produkt shqiptar, po ndonjë shumë pak. Ishte produkt eksperimental. Ka qenë bashkim Fino. Po, këta ishin, unë po them Meksi produkte eksperimentale ishin. Po më mirë. Po, thjesht po i them kështu si. Okej, ta mbyllim të thosh një që për pretesën sot, se nis për pak ora. E thash unë të thash në fillim. Jo, unë vetëm kur të ndrojnë. Jo, thash unë tha për ma t'i kisha thënë kështu që po u hap çadra do shërbej vetëm t'i mbrojnë nga shiu, se gjë tjetër si u bën. Tani qofte i thash më aty. Jo, kështu nuk të them unë, po na shiu, po kam qenë vetëm me çadra. Po çat bëj. Jo. S'ka gatu gruaja në shtëpi. Po jo. Në thelb unë mendoj që unë dalin protesta anë kur protesta është për ta mbrojtur drejtësinë dhe jo për ta sulmuar. Pra një parti opozitare nuk mundet të sulmoj një institucion i cili e ka dobësuar Ramën dhe nuk e ka forcuar. Se çështja është po mos ishte ky institucion anë. Unë e kam thënë shpeshherë këta e marrin me qeshur se s'duan ta dëgjojnë. Kur ata deputetët e PS-s godisnin, deputetë PD-s, mund të kishte ndodhur historia edhe më keq. Se ata morën një superov dhe mos ishin goditur ose mos ishin larguar ca grupe kriminale nëpër Dubai e mos ishin arrestuar ca, ata jo do t'i rrinin, po me atë do t'i poshtërojnë, da them kam shumë sinqerisht për Zotin, nuk. Prandaj një parti opozitare nuk mund të sulmojë një organ i cili me të metat dhe të qijat e veta, se nuk është perfekt. Është i vetmi që e ka mburoj. Po e mburoj, ndryshe Rama çfarë do t'i bëjë Ramës ti sot? Çfarë do t'i bëjë? Tani të thuash kot. Kam gjithë shtetin e ka në një dorë. Rama këta brenda i ka mundur, Rama s'ka që u bën atyre jashtë. Kam thënë shpeshherë, Rama të vetmin armik ka spakun. Po neutralizoj dhe atë, long life, edhe aj miropafshim. Që është amishegi, themi ne. Po nuk diskutohet. Faleminderit mi që na ndoqët, do lidhem sërish me ngjarje të tjera, besoj ditën e nesërme, se të shikojmë që eventualisht çfarë do ndodhi në protestën e sotme. Faleminderit që na ndiqni, na bëni like, komente dhe subscribe, ju lutem, na sugjeroni te miqtë tuaj. Dhe her pas here na shkruani për ndonjë ide, qoftë për temat për trajtuar apo ndonjë ide tjetër për, nuk e di, se si e shihni situatën ju, që dhe ne ta shohim me sytë e tu dhe jo vetëm me këto që shohim deri më sot. Me syze shikoj unë që të bëj. Po ti me syze, po unë pas syze. Më mirë i thënë që po s'ke probleme me sytë. Natën duhet syze nga dritat. Po s'ke probleme me sytë, je okej, po unë kisha probleme po i vurës. Më plagë, më shumë. Faleminderit, mirupafshim, nga unë dhe Ermali, mirupafshim.